Kam tani kënaqësinë që të ftoj për fjalën e tij në podium kryetarin e Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berisha. Të dashur demokratë dhe demokrat, të Durrësit të ri, të qytetit të Durrësit, qarkut, një përshëndetje të përzemërt, ju që jeni këtu dhe të gjithë të tjerëve, kudo që ndodhen, në Durrës të ri, në Durrës, qarkun e Durrësit, apo në Shqipëri, jashtë vendit, kudo që ndodhen, dhe një mirënjohje të pakufishme. I nderuar zoti kryetar, udhëheqës politik I qarkut Durrësit, zoti Bylykbashi, të dashur deputet, drejtues kryetari Partisë Demokratike, deputet, drejtues të grup seksioneve, kandidat për deputet dhe antarë strukturave tona. Vi këtu tek ju më së pari për të shpreh një mirënjohje të pakufishme ndaj jush dhe jam I bindur se kjo mirënjohje është e mbarë shqiptarëve, sepse ju në këtë vend, në këtë territor, ngritet me djersën e ballit, me sakrificat jashtëzakonshme, një Durrës të dytë, Durrësin e ri. Ju nuk zgjodhet që këto sakrifica, këtë djersë, ta derdhit në vende tjera dhe e kishit plotësisht të mundshme, por zgjodhet një teren, e vërteta është me I papërshtatshëm, po ta marrim disa aspekte që quaj kënet dhe e tillë ishte, po njerëz guximtar, njerëz punëtor, u përvesh punë sakrificave dhe shtruot atë në një nga qytetet e mëdha të Shqipërisë. Një homazh dhe nderim të veçantë për qytetarët e Durrësit. E ka një merit shumë të madhe. E ka një merit shumë të madhe. Qytetarët e Durrësit, qytet port, dhe askush prurjet nuk I ka pritur më me fisnikri, më me zemër të hapur se qyteti I Durrësit. Dhe kjo u bë nder këtyre qytetarëve. Po unë kam mirënjohjen time për ju, sepse keni dhënë një mbështetje të madhe Partisë Demokratike, një mbështetje shumë të çmuar për çka ne ju detyrohemi shumë. Miqtë e mi, Durrësi 2 muajt e fundit ka nxjerrë në pa të gjithë shëmtim, të gjithë fytyrën e shëmtuar të këtij pushteti dhe të kësaj qeverie. Ne shqiptarët e kemi një fjalë të vërtetë. Miku I mirë njihet në ditë të vështirë. Durrësi këto muajt e fundit, qyteti I ri dhe I vjetër, rrethinat, ka njohur përmbytjet po thuaj apokaliptike, pa para ndonjëherë. Ka njohur më keq se kaq injorimin e plot nga pushteti dhe qeveria. Mashtrimin e plot nga pushteti dhe qeveria. Cinizmin ekstrem
nga pushteti dhe qeveria. Përmbytje, natyrisht, të shkaktuara nga shirat, por po kaq nga korupcioni, nga vjedhja e fondeve të përcaktuara për pastrimin e kanaleve, për tërheqjen, evakuimin e ujrave nga hidrovorët dhe sistemi i kanalizimeve. A ka njeri të ketë mësue gjën më të vogël, ta quajmë sabotim është pak, se të përmbysësh 6.000 familje, t'ju fusish ujnë dhe t'i lësh ato me ditë të tëra, është një krim i shëmtuar i shumë llojit. Po kush a dha njëri llogari për këtë që ndodhi? Askush. Kush i vodhi paret e kanaleve, 42 milion për pastrimin? Kush e spostoi hidrovorin në kundërshtim me të gjitha kondicionet e hidrovorëve, nga aty ku ishte e ngritin lartësi 1,20 cm me lartë? Kush i vodhi pompat e hidrovorit Tamallës dhe motorat? Kush? Që të gjitha pronësi shtetërore të mbrojtura të vjedha nga vetë shteti. Pra, ku jemi ne? Ne kemi arrit në një stat, në një moment të paimagjinueshëm. Këta që qeverisin sot shqiptarët, ju garantoj se këta janë apo sillen si pushtuesit më të egër që shqiptarët kanë njohur ndonjëherë. Mund të ishte një pushtues këtu, po të përmbyteshin 6.000 familje, do bënte planin e emergjencës dhe tek secili do bënte një ndihmë. Asnjë. As emergjencë nuk është shpalli, sepse ligji i emergjencës është i domosdoshëm që qeveria të marrë fonde dhe t'ja u jap të dëmtuarve. Pa ligjin e emergjencës qeveria nuk vepron dot. Por kushtetuta ka përcaktuar rregullin. Qeveria shpall, a nuk ishte ligj, a nuk ishte fatkeqësi natyrore për mbytyja 6.000 familjeve këtu? Zona juaj, zonat përreth,